Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Po, që më kishte marrë malli mua. Fiksim, prandaj ajo që thash, duke kaluar ato që fillon e bësh më rehat në situatën ku edhi kupton gjërat, tani ndihem pak më i lirë për të folur se sa si dikur më përpara, se sikur krijon njeriu sigurinë në vetvete dhe në institucionin ku punon, edhe kupton që shumica rregullave janë thjesht performanca. Ja. Po ajo është me të gjitha mo. A ke parasysh edhe ajo si një rreth shoqëror. Po janë për ca njerëz që janë akoma më shumë social awkward, për shembull normalisht duhet akoma edhe më shumë kohë. Jo më pasaj kur ke gjithë presionin, e ke parasysh se varet e ardhmja jote, dëshira, qëllimet që i ke vënë vetes etj etj. Edhe avash, piano. Nuk ka qenë, është gjithsesi në fund ditës, si do të kishte qenë edhe më përpara ato frika që kanë jo po mos të ndi çka gabim, jo po kështu. Nuk ka qenë aq keq në Angli sa që është siç ka qenë shumicën e rasteve në Amerikë. It's really është, domethënë ankthi social që përjeton studenti amerikan, qoftë edhe vendas, po sidomos ndërkombëtar, që duhet të ke një rrethje shoqëror, ke realitetin e vizës dhe të emigracionit që askush s'ta kupton përveç njerëzve si ti. Edhe ajo ka ankth shumë të madh social. Tani është kaq më shumë ndryshe në Amerikë se sa këtej. Po është krijuar ky iluzioni tani që ka qenë mirë në Amerikë, po kur erdhi Trumpi u bë vështirë. Tani studentët ndërkombëtar janë në stres. Më parë ka qenë fantastike. Gjithmonë ka qenë problem. Gjithmonë çdo student ndërkombëtar ka ditur që statusi yt këtu është shumë i përkohshëm, edhe në çdo moment mund të kthehet mbrapsht. Thjesht shumica e studentëve të arsiquatur ndërkombëtar që flasin, ose kanë privilegje socioekonomike nga vendet ku vinë, sidomos në Amerikë, ose kanë letra, kanë shtetësi dy fish dhe bëjnë si gangstera, sepse në fund ditës e kanë në shtetësinë tjetër që e nxjerrin, janë qytetarë të Romës. Prandaj sado e trisht është kjo që po ndodh tani me studenta doktorature që i mohohet drejta studimit për qëndrimet që kanë mbajtur. Më vjen çudi që njerëzit po surprizohen. Po çfarë do të fiks, na e pa kontekst. Keni kujtuar. Disa student, kryesisht nga vende muslimane, me sa kam lexuar të gjithë nga vende, 100% nga vende muslimane, i është revokuar viza dhe janë futur në situata dënimi ose paraburgimi, si pasojë protestave politike që kanë mbajtur në kampus. Kjo ka ndodhur për gjëmën e madhe atje poshtë, kuptova. Po, ata kanë ndodhur sigurisht universitetet që kanë qenë kryesore është Kolombia, sepse Kolombia ka shumë ka një traditë të atyre ka një traditë të anti ashtu, dhe ja. Zdim gjëna, anything you say, it's fucked up. Anything we can say mund zinë nga konteksti. Po jo, kjo është problemi. Ajo që dua të them unë nuk është më shumë për çështjen në fjalë, por për faktin që shumë njerëz tani po thonë, "Ua, tani Trumpi e bëri shumë të vështirë për studentë ndërkombëtar." Dhe unë dua t'u them që gjithmonë ka qenë e vështirë, thjesht tani po ndodh është pak më mënyra si portretizohet është pak më e targetuar dhe po servit ashtu, po gjithmonë ka qenë më e vështirë. Thjesht zakonisht ndodhte njerëzve që nuk kishin fare mediumin që ta shprehnin, thjesht nuk i keni ditur ju më përpara. Tani po i ndodh njerëzve që kanë këtë identitetin etnik që i bashkon sadopak dhe është bërë pak më e madhe. Pra s'po them që është në rregull që ka ndodhur, po më duket sikur po fshini eksperiencën e unë se kam pasur eksperiencën e keqe, po eksperiencën e shumë të ngjashmëve me mua, që nuk kanë patur këto advocacy groups, që thjesht e kanë ngëlltitur heshtjen edhe kanë vazhduar nesërmen. Kështu që këtë ta ke njerëzit parasysh kur mendojnë se me fitoren e zgjedhjeve fundit gjithçka ndryshon radikale, gjithçka ishte perfekte, edhe tani filloi kur gjithmonë statusi si profesionist dhe si student në një dis amerikan ka qenë gjithmonë burim ankthi. Thjesht mediumi publik, siç thash fillim, ka qenë dominuar nga njerëz që ose kanë një status socioekonomik shumë mirë në vendet e tyre, dhe se kanë problem që do më duhet kaloj disa muaj duke mbajtur veten me lekët e babit,
ose kanë privilegjin edhe më të madh të paturit një shtetësi dhe green card. Ja kuptoj. Kështu që Ore, po me që jemi nga ana tjetër e pellgut. Si të duket presidenca e Orange Man-it deri tani? Presidenca e Orange Man-it. Digë në najmuaj. Orange Man-it, he's having fun. He's having the end of... është mirë distanca, apo ishte më keqe? Njësoj, thjesht më thënë dajme ta mbash në një distancë që mos ketë shumë luhatje. Okej, prit një sekond, mos është më mirë, prit. Okej, ja, se një grush larg duhet. Një grush larg. Only a fist away. Mos e përshti mikrofonin. Ajo që vëre më shumë është tani është më qartë se asnjëherë se sa fallse janë këto qëndrimet që kanë mbajtur njerëzit, qoftë në të majtë, qoftë në djathtë. Nuk më intrigon më shumë prezenca e Orange Man, që në atë tijen he's a casino, ai është pronar kazinosh, ka një mënyrë të folur, një mënyrë të qëndruari, një mënyrë se si flet që ka tërhequr një demografi të caktuar, edhe ka bërë me sukses atë qëllimin e vet të marrë. Ajo që më intrigon shumë është kjo qasja me Elon Musk, se si ndryshon opinioni, se si ka ndryshuar opinioni publik nga Elon Musk që nga 2017 kur ose pak kur ishte në radarin tim si gjimnazist deri tani, se si ka ndryshuar pothuajse diametralisht grupi njerëzve që mbështesin dhe që duan, është për mua shumë përqeshur, sepse unë e shoh tek njerëzit që njohim gjithë shqiptarë në Midwest që vdesin për Trumpin, se si të kutall me Tesla, duke thënë këto makina komuniste, ku budalliqet që thonë njerëzit që nuk duan të jenë demokrat me partinë me demokrat amerikan, edhe tani janë duke bërë këngë republikanët për mrekullinë se sa ashtu është Tesla. Edhe mesazhi që ne duhet marrim nuk është Tesla mirë apo e keqe. Ike. Se nga pikpamja fuqes time është me të vërtet kompani inovatore, edhe ka sjell disa is it good se po më the që we don't have a stable connection? Are we good? That's all right. Erdhi prap. Okay. Tani Tesla është një kompani inovatore, nuk është se kam për të marrë me Tesla. Thjesht duhet jetë këmbazimi për gjithë ne që gjitha këto mos dakordësi, këto jetesa me baze ideologjike janë komplet budalliqe për të na larguar nga një tjetri më shumë se për të na afruar. Është aq e qartë tashmë, qoftë me atë që më don lindjen e mesme, qoftë me mënyrën se si Elon Musk po qas nga kahet politike në Amerikë. Është shumë e rëndësishme që ne mos bëhemi pjesë e asaj retorike. Edhe ne thjesht shumë shpesh e përmendim ne këtë, që jo po e themi thjesht se nuk do ta tim edhe përsëritës në për episode ndryshme. Patjetër. Po duash njerëzit t'i bëjnë ballë titundimit për të folur me terma amerikan pa qenë të tokzuar në realitetin që ndajmë ose po sepse nuk jetojnë ata realitet, shiko. Disa nga problemet që janë trumpetuar pa not intended, nuk lidhet me faktin, domethënë drejt për drejt se ne jetojmë në të njëjtin ambient si ata. E ke parasysh lidhet me disa gjëra, me disa frika të përbrendshme që i kanë individët në të gjitha vendet e rruzullit toksor, por mënyra se si këta manifestojnë atë karakterin e vet politik është komplet e gabuar, domethënë. Njerëzit mund të kenë disa probleme në jetën e tyre, domethënë që janë jashtëzakonisht shumë ngjashme me amerikanin e përditshëm që mund të mbështesë Donald Trumpin, domethënë, por manifestimi, sidomos në platformat online, e bëjnë me gjërat me idiotë të mundshme, e kupton, me gjërat që nuk kanë pothuajse asnjë impakt në jetën e tyre të përditshme. Mua kjo më shqetëson, domethënë, nuk kanë aftësinë, domethënë, të jenë të përqendruar fikse tek ajo gjëja që i duhet, domethënë, po mundojnë gjatë gjithë kohës të ecin me trendin. E unë kam thënë, do ta them, është e njëjta gjë.
Nga të dy anët është e njëjta që vazhdojnë është si një rrjedh, edhe gjithë secili e vë varkën në drejtimin nga ecën lumi, domethënë pavarësisht se mund të jetë drejt një humnere apo drejt një. Dhe më rëndësishmja për të përdorur metaforën tënde, nëse atyre i duhet që ta drejtojnë varkën shumë shpejt në meandrat e paparashikuara të lumit, për edhe me rrezikun që ti do biesh në lum, ti do biesh dhe ata do vazhdojnë, nuk e ndalon njëri varkën për ty. Siç Morning Joe për shembull, the host of Morning Joe, një emision komplet pro Trump, kur fitoi Trump shkuan në Mar-a-Lago për të nisur një dialog. Ose se si Daily Wire, kjo kompania që ishte gjithmonë antikulturë, tani janë kanë marrë pozicionin e monopolit kulturës edhe po përçahen në mes të tyre. Kështu që nëse dikush ndihet si ky termi i shpifur, minorancë ideologjike në peizazhin e shfrenuar të Hollywoodit, edhe tani ishte pjesë, tani jemi të konservatorë, shiko këta po bëjnë filma për ne, vuri bishtalecin ky, tani po tallet me këta njerëzit. Tani edhe ata të Daily Wire, nëse fundin e si ke parë, po përçahen dhe kanë konflikte, pafund konflikte të brendshme. Pra këta janë shembulli juaj, këta grifters, ku më i shkolluar ndërta ka bërë master juridiku, se në Amerikë kanë këtë inflacionin e titujve që kur bën avokatlik, kur bën law school, të quajnë doktorat, which is fucking, unë vdesë nuk e quaj një avokat doktor. I will fucking kill myself. Po, se ka doktor që edhe doktorant të matematikës nuk i quaj doktor, domethënë kur kanë. Shiko, unë mjekët nuk i quaj doktor sepse janë mjek. Doktor is someone with a PhD. We let them co-opt it, se në shumë raste duhet bëjë research për të bërë mjek. Po nëse ti thjesht ke bërë praktik mjekësore, me ato temat e me ato tema që nuk janë tema diplome që bëjnë shumica shkollat mjekësisë, mjek filani, awesome, MD, you're MD, kurse dikush është PhD. Po nëse ti je JD, që është kur ke mbaruar doktoratën e ligj, Vance, jo. Yeah, me JD Vance, and I don't call him a doctor. Dr. Vance. We have invited... Si ka emrin ai molla? Jeffrey, se di është diçka kur te Hillbilly Elegy e shpjegon pak sepse, I don't know, se kam lexuar atë libër me të drejtën, po e di që është kështu për të bardhit e varfër, është si Bibla atyre. Pak Bibla të bardhëve të varfër është Bibla, po you know what I mean. The second Bible. Me Mahamandja dhe mana e tyre, me që po bëjmë analogji, Biblia duhet të jetë metamfetamina atëherë. Yeah, they love that. Kurse nuk është si ne tjerët që metamfetamina është amfetamina që merret me ilaçe, nuk është si njerëzit në tech edhe finance, që marrin po të njëjtën drogë, po të paketuar më pastër. Anyway, let's not reveal sekretet atë amerikanëve. Jo, shtresave sociale amerikane, absolutisht jo. Ne distancohemi nga qëndrimet e këtilla. Amerikanët nuk abuzojnë performance enhancing drugs në çdo mënyrë. Pra, jo thjesht ajo që The Daily Wire po përçahet që gjithmonë bëjnë këtë frontin e bashkuar against the woke. Edhe tani për gjërat më të parancishme që amerikanët mesatar nuk është se e ndikojnë shumë, gjithçka po i shembet. I mean, it's fun to watch. It's really fun to watch. Po kjo është, në sy të mi për shembull, kjo është vërtet shumë gjë e bukur për tu parë, se gjithmonë, domethënë thjesht i jep më shumë fuqi tezës që ka qendra, që e kupton çfarë lloj gjë që të ndodhi mutovej mbasi të marrin atë fuqinë, se o plak është kjo lidhja, është kjo zinxhiri në gurmas, domethënë unë mbaran atë që janë lidhur gjatë gjithë kohës, edhe në 1 hektar ta lëshosh, domethënë do vazhdoj të vrapoj, domethënë do nxjerrë të gjithë mllefin që kanë mbajtur gjithë atë javë që e kanë mbajtur lidhur me zinxhire. Dhe kjo është një gjë, edhe është në fakt shumë e trisht. Shiko, nga Daily Wire, unë nuk e di kush kanë qenë personat e Europës që kanë pasur ndonjëherë në një shpresje do ndodhte në diçka. Daily Wire ka qenë bias në momentin e parë që ka dalë. Thjesht për nga mënyra se si realizoheshin emisionet, është e bashkëzuar në showman, që do të thotë automatikisht për mendimin tim që nuk ka thelb, nuk ka bërtham që do të jetoj për një kohë të gjatë. Nëse është e bashkëzuar diçka në show me trigger warning, whatever the fuck, e ke parasysh kjo nuk jetojnë gjatë këto, se s'ka kuptim. Është e bazuar në një moment kulturor, e mielën, tani ai moment kulturor si çdo gjë tjetër merr fund. Sepse kur ndodh një fitore aq e madhe dhe aq domethënë se sa e Trumpit,
kur duket duket si një front i bashkuar që fiton, herët avon fronti shpërbëhet, është pjesë normale e mënyrës si funksionon universi. Po arsyeja pse e vën duke këtë Daily Wire është se pash një emision, duket se e kanë hequr, ishte Matt Walsh, Michael Knowles, Ben Shapiro dhe ky që ta dërheqën, ky CEO-ja. Dhe ishte një moment që po thoshte dikush pse gjykohemi ne se cilat shtete mbështesim, unë si Amerikan duhet gjykom se sa dua Amerikën, një se cilat shtete mbështes, e dikush tha, jo po është argumenti gjeopolitik, jo po interesa jon, edhe sikur disa njerëz Hungrinë filluan, mund t'ja shikosh fytyrën se e kthen 10 sekonda mbrapa shikon fytyrat, e shikon se si njerëzit po t'kurren. Edhe dikush thot, po ne duhet mbështesim këtë vend apo jo, sepse ajo gjë që ne duhet bëjmë. Edhe qeshin. Tani pavarësisht se ti je dakord me ata ose jo, ishte një moment shumë i sikletshëm që ngjante me diçka që do ndodhte në një emision shqiptar, ku njerëzit kanë frikë të flasin, nuk e dinë çfarë do të thonë, dhe ta bësh identitetin jo vetëm kompanisë tënde, po edhe të vendit, të imazhit të vendit që ti do, komplet të lidhur me lirinë. Dhe pastaj po të njëjtit njerëz të vënë në një pozicion ku ti ndihesh live i friksuar për punësimin tënd, është për mua ironike dhe e trisht. Është shumë e trisht. Prandaj Zoti vonon, po nuk harron. Në momentet e tilla, domethënë, të gjitha këto kuinta, të gjithë maskat bien në atë moment, domethënë, e ti nuk po them se ky kishte drejt ose gabim, po fakti që ishte në një pozicion ku është punësuar dhe u ndjej till live, imagjino çfarë ndjesish kanë këta njerëz mbrapa kamerave, kur this is the best edit they could put out. Dhe prandaj është me që jemi këto dy pyetje kam në radhë, duke që ta afrohemi më afër kontinentit ton. E para është goxha gjenerale, domethënë, edhe pa lidhje fare me kahet. Si e shikon këtë, edhe themi, un kam vënë re këto kohë të fundit se kam pasur interesin të dëgjoj dhe kam kërkuar pak vetë për shembull, po sidomos në Europë, përqendrohemi pak në Europë. Edhe në Amerikë më nuk do të është ndryshme, është që në edicionet informative ose lajmet, domethënë, pjesa më e madhe janë gjeopolitizma. Domethënë, a është kjo normale për një Jeffrey diku në Bristol që mezi po e kalon kohën, e ke parasysh? Po se duhet ta bëj goxha të thjeshtë. Unë jam goxha shumë i thjeshtë. Unë shikoj vërtet nga populli. Mund të jem dhe borderline populist. Po thjesht më bën goxha përshtypje kjo gjëja që edhe këtu në Gjermani për shembull, dëgjon lajmet që mund të jenë diku të çerekore dhe 14 minuta janë gjeopolitik. Isn't it a little fucked up though? Like është pak se jo, tani, e vërtetë është jo çdo vend ka luksin që të shqetësohet për gjeopolitik në mënyrë që sjell impakt. Nuk është se, domethënë, populli amerikan është ata shqetësohen për gjeopolitik dhe votojnë ndryshe, na ndikon jetën gjithë secilit prej nesh. Ose të paktën mbasi një cinik mund të thotë që as ata nuk kanë drejt, okay, në rregull. Po sado që të jetë kanë më shumë impakt se ne. Fakti që ne fiksohemi ose shqiptarët në Shqipëri fiksohen ose njerëz nga vetë vogla fiksohet është ose për mbijetesë ose thjesht për të bërë sikur ne jemi liderat e Ballkanit ose ne jemi ata që do japim mendimin, ne do se di, për shqiptarët mund të jetë kompleksi vendit vogël që ne duam të themi opinionet tona edhe se sa rëndësishme është ajo për të fshehur makthin e pamendueshëm që shumë ekzistenca, qoftë të shteteve mike, qoftë të shteteve me etnin ton, qoftë tonën, shumë ekzistenca mund të shuhen në një kohë shumë të shkurtër. Fatkeqësisht. Ekzistenca kombështete, jo se kuptohet etnia, ndjesia që ka njerëzit brenda mbahet, mund është pak më vështirë se kurdët janë akoma vërtall. Po fakti që ne dukemi si tek historike në shumë aspekte, është mbase është që coping mechanism, që ne duhet flasim që të na jepet ideja e kontrollit. Flasim shumë për këtë, që na duket sikur kemi kontroll. On this note, për identitetin shqiptar, është ky libri Noel Malcolm që po lexoj që quhet It's the best title. Quhet ja rekomandoj gjithëve ta lexojnë, quhet Agents of Empire. Edhe jo nuk po lexoj se unë edhe Noel Malcolm biem dakord për shumë gjëra lidhur me disa figura të caktuara ish shkrimtarë që kanë vdekur së fundmi që nuk kanë fituar kur çmim Nobel. Nuk është se biem dakord, nuk është se po lexoj sepse biem dakord me atë.
Lexoni por edhe mund lexoni just Google Noel Malcolm dhe emrin e këtij shkrimtarit shqiptar që ka vdekur pa fituar çmimin Nobel, edhe do shikoni një exchange shumë të bukur. Anyway, I digress, s'ka lidhje me këtë. Po ky libri, Agents of Empire, që është super titull, Agent të Perandorisë, është për Perandorinë Osmane dhe për Venedikun në kohën e Mesjetës, edhe tregon se si shqiptarët ishin në një pozicion unikal, ose familjet që kishin qenë në Shqipëri për një kohë gjatë, që të bashkëpunonin me të gjitha oborret perandorake të perëndimit dhe të Perandorisë Osmane, sepse jo vetëm që flisin dy gjuhë, po ishin dhe të aftë, të ishin kulturalisht të kamufluar. Prandaj kur vihet re që shqiptarë pse absorbohen aq lehtë, pse asimilohen aq lehtë ose ashtu, është e kemi mprehur këtë instinkt me shekuj. Dhe është pjesë e asaj pjesë e ekzistencës tonë. Edhe kur shikon haplogrupet e shqiptarëve, jemi shumë edhe për të mirë, jemi shumë të larmishëm, që kjo është gjë pozitive. Të jenë haplogrupet e larmishme është shumë pozitive. Madje edhe brenda një rajoni të caktuar, po shikosh, domethënë atë gradientin e ndryshimit të ngjyrave, është shumë discontinuous. Domethënë ka shumë larmi të papritura, ajo dua të them. Nuk është se ka një gradient që ajo është shumë pozitive, duhet jemi shumë krenar për këtë. Po një nga gjërat që pa ashtu ishte sigurisht në atë kohë ka pas kufi. Edhe gjithmonë është debat, as we know, në rajonin ton. Ku fillonte filan kufi, ku fillonte kufiri tjetër? A ishte me vërtet ulçini shqiptar apo jo? Apo ashtu. Edhe ky ka një fragment në kapitullin e 2, më duket, ose si 6-in. Një nga këto dy. Ku thot Venediku e dinte që ishin shqiptar shumica në Ulqin, sepse ishte një zinxhir sinjale shtymi që nga Galaja bëni shqiponjë. Ishte një zinxhir even more blatant, se atë mund ta gënjesh, po në aspektin e interesit ishte një zinxhir i pashkëputur informatash që fillonte nga Kepi Rodonit edhe mbaronte në Ulqin. Kështu që edhe më dhe kur po lexoj që i dërgonin një tjetër sinjale me ty. Dëgjove çfarë thatje? Zure sinjale me ty duan kështu, duhet duhet mbartë se nuk shkon tymi direkt, po ishte një sistem aq i shpejt se është më shpejt se plumbi, I don't know, është më shpejt se të kesh një plumb, po është më ngadalë se të kesh një anije. So është duke që këtë janë, nuk është historian. Dhe tregon që ishin, they were aligned, ishin domethënë të ndërvizuar me njëri tjetrin dhe me interesat e tyre që në atë kohë. Dhe sigurisht nëse nuk flet një ngjyrë dhe sinjalet e tymit mund të jenë pak më të vështira për të arritur dakordsinë se çfarë duhet themi kur, sepse janë situata shumë komplekse për corsairs ose për piratet e rajonit. Dhe kur bële zemë do çunat. Jo, që di që ja kanë dalë në fakt, sot një nga Durrësi nuk e di me sa lehtësi mund ta kuptoj një shkodran. Kurse në atë kohë veç me sinjalet e tymit. Ndoshta ajo, këtë na ka marrë komunizmi, sinjalet e tymit. Ajo do na kishte shpëtuar. Po thjesht duheshin drut janë të partisë. Po lexoja nga një anë, po thoya, "Ua, shumë mirë sa të organizuar, jam shumë krenar për ta nga ana tjetër." Ca ty çuna. Let's fucking go. U bëshën gjë e mata. Ka dhe një gjë tjetër që prap lidhet me atë që tham fillim me Daily Wire edhe me këto se mos duket sikur po e kam veç me Daily Wire. Kam më shumë me të majtë të bilës, më pak me Daily Wire. Me Daily Wire vetëm së fundmi. Se s'dua të krijoj idenë se kam shumë miq që kanë qef Daily Wire, nuk do no disrespect to them. Ti më kam pasur qef vet, kështu që në Daily Wire edhe ky Charlie Kirk. Që nuk është Daily Wire, but it's like tangent me Daily Wire. Këto kanë këtë praktikën që e bën amerikanët, se që realiteti amerikan është aq i privilegjuar, sa they actually talk left and right. Diskutojnë, jo po se Bibla tha kështu. Jo po unë në fakt kam bërë 4 vite shkollë që tregon se Bibla ka thënë diçka ndryshe. How fucking privileged do you have to be? 4 vite shkollë për ne janë një mënyrë si të mbijetosh në një vend të huaj, si të kesh një deg që ata të thonë, "Ok, mund të rish këtu te ne, mos shko në fshatin nga ku ke ardhur." Kurse ata janë aq të privilegjuar sa thonë, "E di ç'a, dua të mësoj pak për shkencat politike, dua të kuptoj çfarë ka thënë me vërtetë Eduard Saidi këto 4 vite." Para se të filloj. Po çfarë është orientalizmi? Edhe surprisingly dalin komplet të paditur për orientalizmin. Anyway.
prap themi tallën me njerëzit e Kolumbias. Dhe ata kanë një traditë që bëjnë këto sulmet, debatet në kampus që show me why I'm wrong. Edhe ky që e la ishte një që dilte me filxhan, e thoshte change my mind. Change my mind, po. Ishte shumë ikonik ai për në. Shumë ikonik. It was a good meme. It was a good meme. Steven Crowder or something. E la, you know, whatever. The grift can only last so long. Grift quhen këta që e përdorin. A ka përkthim grift, se nuk është telendar. Telendar është troll. Grifters janë nuk është as mastrues. Grift quhet kur e përdor një situatë për të mashtruar, po jo se për shembull kur ndon një pengesë politike ose një debat politik ti e përdor për të domethënë është një fjalë TikToku shqiptar për këtë. Ha, si është? Intrigant. Intrigant. Është intrig, ka intrigë për grifter, është një mënyrë e veçantë që bëjnë shumë senatorë për shembull që e marrin një temë edhe përdorin për agjendën e tyre pavarësisht se tema mund mos ketë shumë lidhje me atë gjë. Ose Ben Shapiro për shembull kur del një film, i bën analizë konservatore e filmit kur nuk është se ka ndonjë vlerë që ti po i shton. It's a bit of grifter. Gjithsesi, këta kanë këtë dhe mundohen t'i bindin njerëzit. Kanë këto videot që del ky Charlie Kirk, edhe i bind njerëzit që pra ti mendon se krishterët duhet të mendojnë kështu, ë? Kështu, ë? Atëherë ti mendon kështu. Edhe njerëzit thonë, "Wow." Edhe gjithmonë, në 100% rasteve këta i fitojnë këto debatet, se debatojnë me fëmijë. Dhe unë mendoj që me të vërtetë në psikozën amerikane, dhe të shumë njerëzve, ata mendojnë se ashtu i ka konvertuar Perandëria Osmane shqiptare. Jam shumë i bindur që in the heart ka dalë një Mehmet Pasha edhe ka thënë change my mind if I'm wrong, edhe me argumenta, ta i kanë bindur shqiptarët që të konvertohen, ose mendojnë që e kanë bërë me dhunë, kur te ky libri Noel Malcolm shpjegon se si ishte një proces me shumë nuanca, një proces shumë gradual, shpesh ishte si pasojë e pak te kjo miko, mungesës fondeve po. Nuk kemi pasur kohë rrjedhë ta bisedojmë për të pjesën e nuancave. Unë librin në fjalë nuk kam lexuar, po kam lexuar disa të ndryshme. Kam lexuar një dy gjerman, kam lexuar një kështu siciliano, austriako, liechtensteinez, nuk e di se çfarë ishte fikse, se baj mend, domethënë që gjithmonë e përmendin të pjesën e nuancave. Kurse unë jam i mendimit domethënë që është dhunë edhe dhunë e pastër. Po kur them dhunë, nuk po them që doli njëri me një hu gardhi atje, domethënë dhe ja fuste në kokë të gjithëve. Tani, një taks që i vjet robit mbi sipër është dhunë. Kupton? Në qoftë se nuk i përket një lloj besimi të caktuar ose një lloj grupimi ideologjie të caktuar, atëherë ti nuk mund të mbash një ofiq në fshatin tënd, domethënë të bëhesh kryeplak, kjo është dhunë. Yeah, they were politically incorrect. A di çfarë s'kan pat Perandëria Osmani DEI. That was their problem. Nuk kishin për shembull, ku e keni përqindjet krishterëve këtu, zoti i madh, nuk keni absolutisht. Nuk e di. Ja pyete këtë. Ja pyete Hasan Halil Maroj, ik. There was no DI criteria. Ndoshta kam pas në fillim edhe sultani i radhës ka qenë Trumpi, edhe ka thënë no more DI, dhe janë gjithashtu. Edhe ka thënë, "Yeah, është meritokraci, është." Jo, do flasim për këtë thjesht për ta mbyllur atë harpun që po flisim për situatën amerikane. Ndonjëherë duke qenë nga një vend i fuqishëm që ka peshë shumë të madhe, i krijon njerëzve idenë që gjërat janë aq thjeshta sa një debat në kampus ose sa debati mes të majtës e djathtës, kur gjërat janë aq të grumbulluara dhe aq me nuanca. Në përgjithësi, kur them nuanca them që nuk janë thjesht të majtë e djathtë. Saqë harrojnë që disa probleme janë më të vështira, nuk janë thjesht debate që ti shikon që sa bukur ja futi ky filanit ose sa bukur ja tregoi ky atij. Tani kthehemi tek kjo tek Perandëria Osmane. Changing topics, much better. Duat që duke përherë se ai që ankohet për amerikanë, se I like the country actually. Po shikoj, mi me të gjithë na pëlqen, por ne tani kemi edhe sy në ball, kemi edhe ca gjëra për të cilat jetojmë. Ideja është që do të kthehemi tek Perandërinë Osmane, domethënë se në Shqipëri kanë vërë, domethënë është bërë. Nuk e di pse jemi ne kështu valla. Nuk më përpara ngrejnë flamurin, pastaj e shohim se çfarë ngjyre ka dhe çfarë është kuptimi i flamurit. Ne kemi flasim pak edhe për komedinë Amerikë çik më vonë, po ajo është thjesht ideja që i përdora këtu të Daily Wire është se
they won the elections. Për kandidatat që ata mbështetin fitoi zgjedhjet. Dhe si pasojë, nëse ti ke një prominent position si agent kulturor dhe fiton zgjedhjet, atëherë sigurisht që je subjekti i parë që ne kritikojmë. Po ashtu të kishim kritikuar Kamelen, po no one gives a shit për atë anymore, ajo është zhdukur me të drejtë. Ata nuk po mësojnë tash se ishin munduar, shiko, është shumë privilegj. Di çfarë është kjo gjë e bukur e fundit të këtij tema, se kjo do vle edhe pak më vonë kur flasim çik për Shqipërinë. Është një privilegj jashtëzakonisht shumë i madh të jesh opozitar. Minimumin e emër. Domethënë që ta quash veten un jam opozitar. Edhe për këtë arsye ky është Qembir Qeni, ky të vret, ky të bën, ky të kështu. Edhe në momentin që fiton ajo ti thot edhe e gjitha bia aty, moment se ti je mësuar që gjithë kohë që thonë robë që okay, ose që janë pragmatistët si puna unë që thonë që okay, do t'i biem ditë, po do i biem avash, do të hallemi, do bëjmë na një meme kur del me unikatili në video, e ke parasysh? Edhe po nuk do i biem ai shumë fuqishëm se who gives a fuck. Anyway, e ke parasysh, po në momentin tash që ti vjen tash clench your ass cheeks edhe përpara. Po, prandaj ta dini këtë njerëzit edhe miqtan që janë që me shumë respekt për qenë Daily Wire, nuk është sulm për ju, është thjesht ide që kur je në anën fitimtare ka më shumë shpotitje ndaj teje se ndaj të tjerëve, which is fair. Normalisht, sidomos në këtë podcast. Dhe kaq. Tani për këtë pjesën e Prandërisë Osmane, më të vërtetë është gjë që them se mund t'ja vlej që ta diskutojmë, se është fillimi i një diskutimi. Pa dyshim që nuk ka qenë e paqt. Pa dyshim. E Biles Noeli përmend edhe Noel Malcolm përdor edhe emra qytetesh që janë për shembull Drishti është një nga qytetet që është shkatruar si pasojë e rezistencave. Tani logjika sepse disa qytete shkatruohen dhe disa qytete jo. Është lidhet me kjo është ideja ime, këtë nuk e përmend Noel Malcolm. Po çmimi Nobel në ekonomi shkoi për ekonominë dhe institucionet. Çmimi Nobel në ekonomik këtë herë shkoi për ekonominë e institucioneve, pra roli i institucioneve. Dhe në trupin e punës së këtij Darren Acemoglu, nga fitimtarët, nobelistët, ishte një krahasim, është një punë, domethënë histori krahasuese mes vendeve të kolonizuara që kanë patur një shtet dhe të ardhurat të shëndetshme, dhe atyre që kanë patur gjëra që i duheshin kolonizatorëve, por nuk kanë patur një shtet tamam. Dhe kur shikon përpara dhe pas, vendet që kanë patur një institucione ekzistuese të shëndetshme, janë shumë herë më keq pasi ikën kolonizatorët, sepse kolonizatorët duheshin që të krijonin strukturën, po. Duhet që të krijonin struktura që ti kundërshtonin strukturat ekzistuese për të kujdesur për veten e vet, pra krijuar një sistem dhune përmbi sistemin ekzistues që ishte të vendasve. Kurse kur nuk ishte asgjë, duhet krijonin gjithçka nga fillimi dhe ajo strukturë si fillimit ishte i duhet që të krijonin institucione nga hiçi, pa patur nevojën e krijimit dhunës, nuk ishte gjë për dënuar më përpara. Dhe ky është ai ndryshimi që mbase shpjegon sepse disa qytete si Drishti u shkatruan dhe disa të tjera jo. Diçka tjetër që thot, kjo është pasaj në librin e Noel Malcolm, një argument tjetër se si jo çdo gjë ka qenë njësoj, është disa qytete kanë patur jo vetëm që s'kan patur begati, po kanë patur probleme shumë të mëdha të bujkrobërisë. Dhe me ardhmën e Perandërisë Osmane, shumë prej këtyre bejlerëve abuzues tashmë ose rezistuan dhe u dhunuan dhe u shkatruan dhe u hoqën dhe u zvendësuan nga Perandëria Osmane, dhe për shumë bujkrobër ndodhte që kishin disa avantazhe bazë që nuk i kishin pasur në drejtimin atij vojvodit ose personit më përpara. Ky është një argument e tjera sepse nuk ishte gjithmonë njësoj në të gjitha vendet. Tani sigurisht që Perandëria Osmane nuk ka qenë perandori askur nuk kanë ardhur duke bërë argumente si Charlie Kirk, e nuk kanë ardhur as me ide që do kemi diversitet këtu, duhet jemi ka njerëz ortodoks, po ka edhe katolik, duhet lutem se mos ngeli harti ortodoksve. No one gave a shit atëherë. Po edhe një argument që bën që nuk ka qenë për këtë citon disa Ferman, që nuk
për këtë mos më citoni mua dhe njërën po citoj çfarë kanë lexuar tek ju, nuk jam historian që ta di njerëzit këtë. Patjetër. Një argument tjetër që edhe për këtë doja të shkoj ta pyesja është se Prandaj Osmane nuk I interesonte që të kishte një uniformitet të besimeve. E para sepse nuk ishte nation state, nuk është tani që do shkojmë të t'i tregojmë ne që kjo është kështu, we gonna own them, do kemi më shumë djegsa se ata. Ishte ideja që ka një avantazh që ti taksosh disa njerëz më shumë se disa tjerë, të grumbullon më shumë taksa. Nëse nga 10 njerëz disa paguajnë më shumë, është mirë për ty. Sepse këta njerëz ishin zakonisht tregtar ose njerëz që kishin mundësi dhe kapacitet për të gjeneruar ato taksa. Prandaj për sa kohë që parat ishin aty për të bërë pushtime të tjera, Prandaj Osmane e lejoi ekzistencën e njerëzve që mund t'i taksonte ndryshe. Dhe normal kam thotë këtë që shumë njerëz që në fillim janë larguar sa ndodhte pushtimi. Do të thotë që shumë familje largoheshin, pastaj disa familje vinin si administrator të anës tjetër dhe qëndrohen aty. Nuk ka qenë tani që jetoj tek lagja ime, këtu do jem unë, jam kombinatas, jam si këto, jam... Jo, ja ta bëjmë çak bisedë, domethënë se keq kuptimin më I madh, domethënë kjo është që ka qenë dhunë dhe ka qenë të këqinj. Tashi me mendjen tonë të 2025 nuk diskutohet që ka qenë të këqij, por nuk gjykohet gjëja ashtu, nëse të pak unë as nuk jam historian. Po shumë ka qenë të këqij, 100%. Jam 100%. E kam hobi dhe lexoj, po duhet të kuptojmë pa kontekstin e kohës. E ke parasysh? Është perandori vëlla, e kupton, nuk ka ardhur aty për të fituar çmimin Nobel të paqes. E ke parasysh, ka ardhur aty për të bërë lekë vëlla. Motherfucking cold hard cash. Nuk I intereson atij se e ke emrin Bleon, Uliad, Hasan, Hysen apo Kristoforidh. E kupton? Është gjëja, domethënë e fundit fare që intereson atyre. Ata kanë bërë diçka në fakt që vazhdon teza ime që turqit nuk kanë asnjë gjë vet, po e kanë marrë gjithën. Ata kanë marrë gjithë kulturën turkike të post Genghis Khanit, e kanë miksuar me çfarë bënte Alexios Komnenos në Bizantin e vonshëm për pjesën e taksave dhe e kanë aplikuar në Ballkan në një mënyrë perfekte. Genghis Khan ishte I pari që nuk interesonte fare se ç'a besoje ti dhe kujt I faleshe në drek apo në dark. Mjafton të jepja haraçin atij vllai, shihemi muajin tjetër. Jemi në rregull bashk. Njëjtën që bën ata, edhe I vun atë spice-in on top, domethënë që Alexios Komnenos shumë duhet ta kenë lexuar për shembull, duke I qëndruar edhe modernitetit grek truin itself, domethënë, e taksonte çdo lloj minoriteti etnik në perandorin bizantin. Duke filluar që nga Levanti poshtë, domethënë, edhe deri sipër. Edhe në një mënyrë të pamërshishme, të bazuar në numra, të bazuar me delegat që ai I njifte. Turqit kanë bërë njëjtën gjë në Shqipëri, ose Osmanët, nëse. Osmanët kanë bërë njëjtën gjë në Shqipëri, në Bullgari, në Serbi etj. Domethënë. Dhe shumë shkollar të Bizantit, për të shtuar këtë, të gjithë janë dakord këtë se obviously në universitetin tim ka shumë njerëz të fiksuar pas asaj kohe, pas Bizantit, pas, ka një traditë në humanities para se të ekzistonte shkenca siç e njohim sot në këtë universitet. Patjetër. Prandaj ka akoma studiues tillë. Dhe të gjithë bien dakord me faktin që kur kur Osmanët shkuan në Konstantinopol, u bizantizuan me qëllim, kishin një kulturë dhe respekt shumë të thellë ndaj vendit ku ata shkuan. Nuk është se shkuan si barbar, domethënë sigurisht ata pushtuan, nuk është se erdhen me flamur, me ylbere dhe me daulle. Normalisht. It was fucking hard, po nuk ishte ideja e tokës së djegur. Ai pushtim ka qenë më shumë si një shkrirje institucionale dhe ka pafund fakte se si ishte ti përveç jurisprudencës, po edhe për shumë gjëra se si e quanin veten në radh parë sultanati I Romës e shumë gjëra tjera që ishin shumë pro Bizantit. Prandaj kjo ideja që jo po erdhi këto interpretimet islamike dy shekujve të fundit janë pak jo konstruktive. Po historianët kanë qenë kur dakord me ato, so it's like it's a waste of time që të vrasin kohën. Është gjithkohë një humbje kohe, domethënë sepse nuk ka rëndësi fare se për çfarë lloj shteti apo çfarë lloj etnie flet, gjithmonë do ketë persona që mendojnë që janë
Do me thënë yll I rën nga qielli dhe do ketë persona që mendojnë që janë fundi botës, do me thënë. Kur për mendimin tim me aq sa kam lexuar unë, do me thënë për mendimin tim, Osmanët kanë qenë luftëtar jashtëzakonisht shumë të aftë për kohën e tyre, një nga forcat militare më elitare të kohës, do me thënë, duke e njohur jashtëzakonisht shumë mirë armikun e tyre, që ishte Bizanti, që edhe jep dhe shkas pastaj që pse u çuditën në pjesën e sipërme të Bizantit, që nuk ishte e njëjtë me pjesën e poshtme, dhe ishin të përgatitur në çfarë do lloj mënyre, domethënë, që e thëshit t'ja hiqnin breket në çdo kohë, kupton? Humiliation on every corner. Kaq e thjesht është. E kërkosh. Pastaj çdo gjë tjetër ata nuk kanë pasur asnjë gjë vet. Thjesht kanë qenë kameleon perfekt. Në çdo vend ku kanë vajtur kanë marrë më të mirat e asaj gjëje dhe kanë përdorur në si thon, për veten e tyre, për të ecur përpara. Të njëjtën gjë bëjmë ne sot. Ikën ti në Oxford, mëson merr gjërat më të mira që ka Oxfordi për të ofruar që ti të çash në jetë, apo jo? Okej, ja. Ja thjesht më kujtoj. Po më na thuaj tash të qeshim dhe ne kot tash. Jo më nga që u surprizuar nga pjesa poshtme, është like we all gjithë na ka ndodhur gjithmonë që nga pjesa e sipërme duket bukur, pastaj pjesa e poshtme thon, "Wait, what?" Në Oxford. Vërtet është, jam dakord, shumica perandorive përveç kësaj të fundit, kjo amerikanja, një sfidë e madhe ka qenë duhet të jesh një zgjerim të vazhdueshëm që të suportosh monedhën tënde, të suportosh aftësinë për të mbajtur gjallë vlerën që I premton njerëzve në transaksione. Është normale, it's not sustainable. Prandaj edhe perandorit kanë ciklet e tyre dhe ashtu. Po sepse kurse kjo është ndryshe, amerikani është ndryshe. I don't think që do ketë cikle, whatever. Diskutim tjetër. Do ketë. S'mendoj se është njësoj, po do ketë cikle ndryshe. Më rëndësishme mendoj se është gjithmonë që është është si kompani, është si një korporat, është si BlackRock apo ku dëgjon. Plak nuk I intereson më fare, e kupton, nuk I pas ke lyer flokët kështu fosforescente të ndriçosh natën. Në momentin që ti bën lek, valla, mbaroi. Kaq. Kjo njerëzit I humanizojnë korporatat më shumë se duhet. Kur doli ky Mark Zuckerberg te Joe Rogan që ishte doli me varse, me flok të... Po, atje si ka qenë ajo plako si rrëfim katolik ka qenë atje, vajte dhe priti të ulej. Po, faktisht njerëz mendojnë që, shiko, edhe ky ndryshoi mendje. Është gjithçka shfaqe, ky ka njerëz PR që kanë thënë, po sikur të vishë shumë, ose është më mirë këtë, po sikur kanë këtë, në rregull, bëj pak stërvite kështu. Se kuptoj sepse njerëzit Imagjino ai PR-i do të qenë dikush, po sikur të vishej se dikush që I bie me dorë 7 herë në ditë dhe pi një vape me shtjel uleshtrydhe. Po sikur të vishej si shqiptar. Mark, hear me out. Shqiptar. Se I duket se kanë dëgjuar që është një popull antik. Kanë që është popull antik. Nga jeti, scarrency. No, but where are you from? Do not ask me. You hire me to be your you hire me apo jo? You hire me and I help you. You hire me. Where do you want me to be from? Oh, where do you want me to be? I can be anywhere you want. Dhe këtë I kujtoj se I ndryshoi mendja Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, si çdo STEM person, e di që intimidimi dhe luajtja me imazh në shumë kryesore. Ky është një person që bënte sikur s'dinte të pinte ujë përpara kongresit, edhe pastaj bënte brenda një muaji bënte video se sa mirë bënte surf edhe se si pinte ujë pas mundjes. Është një person, është një strategji edhe shumë mirë. Unë do bëja më shumë sa ai do bëja po të ishin në atë pozicion. Si çdo bënte kushdo. Po pse duhet që njerëzit ta besojnë imazhin me gjithë zemër? Është një person Mark Zuckerberg që në 2006 gjë shumë e trisht plak, sepse nuk kanë asnjë gjë tjetër valla. Po janë gjëra që I kemi bërë gjithmonë, sidomos në inxhinieri në vit parë. Të gjithë e dinë që shumë njerëz mundon të intimidojnë të tjerët, për thënë, unë bëra më shumë, ti e bëra këtu, na bëra këtë, unë e bëra 10 herë më shumë, si se ke bërë ti. Është pjesë e mentalitetit të njerëzve që merren në fusha ku progresi është transparent dhe I matshëm. Thjesht kjo ndodh. He is one of us. E kuptoj mendsinë e tij. Ky është I njëjti person që në 2006 shkoi I veshur me shapka dhe me rob disham për të folur me investitorët, për të bërë si një gjeni, nuk s'pata kohë të vishesha, nuk it's all a show. Kur Elon Musk thotë nuk kam kohë të shkoj në shtëpi, jetoj I live in a trailer.
Po, he actually lives in a trailer dhe vuan Elon Musk, sepse do që ne të shkojmë në Mars më shpejt se... Ose një budallë tjetër që ishte... By the way, bëni donacione në Buçi Podcast dhe çdo 50 cent çojmë Elon Musku që të bëjë një shtëpi se gjuna. Dhe njerëzit i besojnë këto, duket shumë shëti, me rëthim dhe që këta njerëz janë aq të vojtë të kur ditë Elon Musk e thoshte, më falni se kam dy ditë që nuk punoj edhe... Jo, në fakt, kam 2 ditë që nuk fle, se jam duke punuar shumë, që më falni në këtë mbledhje bisetor që do jem paksa pa gjumë. Domethënë, mund të besosh që është njëri brillant dhe të mos të besosh këtë gjë, pse duhet që njerëzit ose mendojnë që ai është një debil që nuk di asgjë, që s'ka ditë fare idën raketave po vjen nga inxhinierat, ose mendojnë që ky është dora e Zotit mbi tokë. Pse s'mund të jemi realist, mor? Performon pak, po edhe ja ka ide natyrë që po bën. Njoft pafundësisht njerëz, qoftë nga inteligjenca artificiale, qoftë njerëz që kanë patur në shkollë, është 4 vjet më i masuna ideali, që punon për SpaceX tani. Elon Musk me të vërtetë që rrimi inxhinierat, me të vërtetë që kupton çfarë po ndodh, me të vërtetë që gjatë gjithë kohës rri e flet për Marsin. It's fucking true. Burime të ndryshme njerëz që nuk ka asnjë arsye që të gënjejnë, bile s'kan arsye që të gënjejnë për ta ulur poshtë. E thon këtë. Në të njëjtën kohë, mos bëni sikur kjo është përgjigjja e Trumpit si, domethënë, ky duhet të jetë presidenti për gjithmonë sepse Elon Musk është i pakundërshtueshëm. Ose që është komplet idiot. Pse duhet kemi pak nuancë për një person? Ka që të kërë për renti për Elon Musk. Po sepse, shiko, një gjë që më pëlqen mua nga ato që predikon në fakt Joe Rogan për ato episodet e veta është domethënë kjo martesa me iden. Janë të martuar, nuk e lëshojnë dot më vëlla. Ke parasysh është e njëjta gjë në histori, në inxhinieri, në politik. Në qoftë se nuk je i aftë të përdorësh diçka në internetin, pika, në interesin tënd personal, të më thënë, atëherë je literalisht një gurshau, je një numër diku, do më thënë, je një like më shumë në postet e Donald Trumpit kur nxjerr ato budalliqet e veta. Ke parasysh tash a do të jesh një numër apo do bëjmë ndonjë gjë? Duhet të jenë njerëz, se është kjo pra, duhet ose është gjeni që duhet ta ndjekim që oh please queen, fol, yes. Si kështu, duhet të jem ose si kish që po predikon dikush dhe janë njerëz gjithë dakord, ose duhet të jetë komplet idiot, nuk di asgjë, ky s'merr vesh fare as nga raketat, nuk di gjë këto. Është shumë pa lidhje, është shumë kot. I krijon njerëzve një sistem vlerash. Po. Më duket se u bllokuam. U riktheva, jam a thuaj. Jo, kaq thjesht i jep të rinjve një sistem vlera që i konfuzon kot. Kur thjesht mund thuash po, është e rëndësishme që të kuptosh gjëra teknikisht, është e rëndësishme që të kesh një deg me vlerë, në të njëjtën kohë, mbase mos thuaj gjëra fyese për njerëz apo ku diun çfarë vlerash ka personi. Po ti shikosh njerëzit bardhë dhe zi dhe ti sulmosh në bazë të bindjeve politike është një gjë që ne shqiptarët e njohim shumë mirë dhe e dimë se sa verbuse është. Patjetër. Një pyetje dua përgjigje më të shkurtër të mundshme. Me atë incidentin My Heart Goes to You. Çfarë mendimi ke? Tani. Narrativa zyrtare Let me tell you something. Narrativa zyrtare është sigurisht jam kundër çdo lloj shprehje naziste ose për agresione ndaj grupeve etnike të caktuara, komplet kundër, është problem. Tani a tha ky atë gjë apo jo? Kjo është pyetja jote, besoj. Narrativa zyrtare është që jo, ky ka thënë që jo dhe çdo kush has the right of intent. Jo vetëm artistat, edhe personi ka të drejtën e qëllimit që të gjës që e ka thënë, edhe unë besoj të kjo gjë është një drejtë demokratike, it's part of freedom of speech, se fjalët nuk janë shkëputura nga qëllimi i tyre, fjalët janë të shpirë mjete simbolike. Prandaj qëllimi zyrtar është nuk e ka patur për atë. Tani, duke menduar për shembull që mund ketë pat disa viti to hype himself up ose disa meme para se të ngjiten në skenë. Mbase ka qenë over caffeinated, mbase pak Adderall ose nga ato stimulante që ka thënë ai se ka qejf të pi. Mbase ka qenë në atë vrullin, edhe ka menduar që ajo gjëja më fuqishme që mund bënte
edhe këtë nuk e përjashtoj, po prap kjo nuk tregon që e ka patur për në të vërtet shprehje naziste. Kurse unë mendoj që është gjëja më normale, domethënë nuk e kuptoj pse nuk e analizon asnjëri. Ai është autik, më. Si mund të, domethënë, ai është gjeni, domethënë ka bërë gjëra siç e the ti, rime inxhinierët, po bën eksperimente shumë të mira etj, ka bërë super kompaniva, bravo i qof, faleminderit për ato që po bën për njerëzimin. Por është autik o plak, e kupton? Edhe çdo gjë vjen me një bisht nga mbrapa. E ke parasysh? E peti atë tek ajo mbrëmja me lug, kështu që bëra me ose ti vati e shikon tash tani come on plak, e kupton? Ai domethënë ai ka shumë pluma, nuk është se i ka lëshuar plumat, po plumat e tij për shembull ikën e vinë, ai ka kështu. Fluturojnë kështu, domethënë si Mike Tyson, i rrit pak, edhe pastaj ikën andej. Domethënë unë nuk edhe prandaj domethënë e disa se jo distancoj. Endaj individin do përdorën fjalë, u bëra si grita duma tash. Ta cekim pak këtë muhap, ta cekim pak këtë temë. Edhe sepse, o vlla, ti kur e merr një inxhinier në punë, një inxhinier ndërtimi, edhe vjen ai për shembull kur bën karabenanti, vjen njëri në javë, kontrollon betonin, mbush një kubaj, e merr në laborator të lëgon letrat. Po. E thoj ti, faleminderit për eksperimentin që bëre që më thej që betoni është shumë i mirë. Do ishte shumë idiotësi në qoftë se do të pyesja atë tipin sa kripti hedh vezësh. E kupton? Është budallik, plak, lëri të bëj atë punën që bën, mos u merr me gjërat e tjera. Pastaj ai që kur hipte në skenë ato, më thën, me gjithë genialitetin e vet, ishte literalisht si një kalama që e nxirje kështu në dasëm përpara orkestrës. E ke parasysh kur i këndonte edhe ajo i këndonte e shkreta se i ka dhënë 50.000 lekë babi, domethënë kështu që do i këndoj fëmijës dhe ai që nuk e di fare se çfarë po ndodhte, kupton? Nuk merren seriozisht këto gjëra valla, e kupton? Ai s'do të ishte fare atje në atë skenë. Dhe këtë është kjo, njerëzit i pëlqen ka diçka që shkakton varësinë nga narrativave të thjeshta. Kur kishte bër në Washington Post, kishte bër dikush një shkrim se si Trumpi e ka hequr këtë që duhet jemi sa më shumë njerëz trans dhe gay në ushtri. Ky Pete Hegseth e ka hequr këtë. Edhe ishte një opinion piece, shkruaj opinion piece, shkruaj edhe emri se kush e ka shkruar, që është një person pro Trumpit. Është transparente, një person pro Trumpit ka thënë diçka pro Trumpit, këto janë argumentet e tija. Ky është opinioni i tij. Lexoj ose jo, ne po themi që ky është opinioni i tij. Dhe ilustrim, gazeta vet kishte vënë si ilustrim një televizor të vjetër, edhe shenja naziste e homoseksualve dhe njerëzve trans me një vizë kuqe. Dhe tani Trumpi i kishte bërë share linkut të artikullit që kishte këtë foton. Në shumicën e këtyre aplikacioneve linku hapet edhe një imazh i vogël aty poshtë. Edhe aty u hap imazhi vetëm që ishte taj linku që është kjo shenja tyre nazistëve për kampet e përqendrimit. Tani sigurisht që është shenja të tmerrshme sepse është krejtësisht e patolerueshme që të përdorosh atë shenjë për të përshkruar njerëzit e atij orientimi seksual, kur ajo shenjë është përdorur për t'i shkatruar ata. Pra është e patolerueshme që dikush ta përdorë atë shenjë. Tani mënyra si u raportua kjo, nuk ishte kjo që tash unë, ishte që Trumpi i bën share imazhit nazist për homoseksualet. Këtu është problemi. Tani, kjo është sigurisht është të mëshme dhe patolerueshme që të sulmosh dikën në bazë të orientimit seksual, sido që të jetë. Edhe gjithë jemi dakord për këtë. Ose gjithë njerëzit që respektojnë. Po ajo, nëse po flasim për një ndonjë gjë, domethënë, ajo ishte mënyra se si ata etiketoheshin gjatë nazizmit, me atë vjen e kuqe që domethënë që negon atë, domethënë që ti nuk duhet të bësh atë gjë, kështu që në fakt ishte pozitive, edhe ishte në një domethënë harku korniza ishte harku televiziv, ishte brenda e televizorit të vjetër. Pra tani unë nuk është se dua t'i jap atij benefit of the doubt ose jo. Ideja është që nuk duhet të na interesoj nëse japim benefit of the doubt ose jo atij personit.
kur ka gjëra më të rëndësishme për të folur, ka shumë gjëra që mund diskutojmë për administratën Trump, se sa të marrësh një lajm fallc ose të thuash, sepse ti thjesht i ul kredibilitetin vetes tënde ndaj njerëzve dhe elektoratit gri, që tani akoma dhe më shumë nuk besojnë te ti sepse kanë parë se ti shtrembrove diçka për të bërë literalisht propagandë. Literalisht kur ti shtrembron të vërtetën, nuk është gënjeshtër, por është propagandë. Ka një arsye sepse ekziston si fjalë e veçantë kjo. Edhe Noam Chomsky, kush mund ta lexoj, i referon argumentit ti kur thën këtë. Jo timit. Për mua janë gjitha gënjeshtra. Por gjithsesi, ai e ndan sepse thotë gënjeshtra e propaganda nuk janë njësoj. Edhe ideja që kjo është mënyra si ne kemi zgjedhur të komunikojmë. Janë të varur, e kupton, sepse ata janë mësuar uliat e dashur në një periudhë, domethënë me një luftë sociale që ka qenë omnipotente, domethënë ka qenë në çdo lloj, ka qenë në steroide, e kupton, në çdo lloj cepi të mundshëm, domethënë, bëj kjo gjë, klikime pafund, e kupton, clickbait pafund, vë një nga këto fotot, vë një Trump thotë të vdesin gate, bam, 6 biliard kliksa aty. E ke parasysh? Edhe kjo gjë ka shitur ai shumë, kupton? E këta janë vërtet si ai që I'll suck your dick for a fiver. E ke parasysh? Në atë mendësi janë për momentin. Me këtë stil bëri karrierë dhe Blendi Fevziu, gjithë nuk se keni parë si funksionon opinioni, është fikse një njëjti stil. Një njëjti stil që është performanca të debateve ideologjike në një shoqëri të privilegjuar, që ti në mënyrë të cekët i ke marrë borxh për një shoqëri tonën që është absolutisht e paprivilegjuar dhe shumë herë më e vuajtur. Edhe ne tani duhet bëjmë debate proxy për gjëra që nuk na ndikojnë direkt në jetën tonë, dhe kjo sigurisht ka infektuar edhe shumë parti politike shqiptare, qoftë opozitës, qoftë majorancës. Hajde pra, më buri dheut. Na e shpifën duke munduar të përkthejnë budallalliqe. Për shembull, kam dëgjuar shumë opinionistë që thonë u hoq USAID, më në fund ja futëm Sorosit. Kur Sorosi, he still has money. E keni parë sa darka e dreka ka shtruar Sorosi në Davos? He's still around. Si fondacion, nuk është se u zhduk nga që USAID iku. Thjesht iku një vegël më shumë për shoqërinë civile, që për disa çmoj si e dobishme, për disa si e pa dobishme. Kjo është debat shumë i gjatë. Po që i ka bërë të dyja, e kupton, edhe dobishme dhe pa dobishme, si çdo lloj gjëje tjetër që jemi duke e thënë gjatë një ore për momentin, e kupton që gjithmonë ndodhin të dyja gjërat, kështu që eksaktësisht nuk ishin ndjenjat, nuk ka ndjenja fare, ndjenjat, the feelings are not real. E kupton? Kjo është debat më interesant, okay, USAID çfarë po ndodh, cilat janë nuancat, çfarë gjëra janë më mirë, çfarë gjëra janë më keq. Ose thoj USAID ose mos e thoj fare. Se USAID kjo është ideja që janë organizatë bamirësie, se kanë A te emri, po është International Development Agency, nuk janë organizatë bamirësie. Sa do thoshin that's intentional. I mean, nuk është ne s'duhet ta themi marketingu. Nuk është ne s'duhet ta themi gabim, se it's like it feeds into the narrative, Kështu që është USAID. Është një debat shumë i gjatë dhe me i nevojshëm se sa ndikon kjo, është i mirë apo është i keq, si duket hegemonia amerikane në drejtimin e Trumpit. Po nuk duhet jetë hajt festojmë sepse tani Sorosi është më pak me influencë, që është komplet ortogonale me atë që bën Trumpi. Jo, shiko, në fakt në qoftë se vërtet besojnë që Sorosi është ai që këta mendojnë që thonë duhet të kenë më shumë frikë tash. It's like a corner dog. Tani kur ti e fut në një cep dhe i heq ato, fillon bëhet më agresiv. Po shiko, po thonë gjëra që janë pak më të shumta. Hajde flasim pak për vllain jo famos të Mario dhe Luigi, që është ai La Coavita, si e ka, La Civita, që ka vajtur tash te PD-ja, që po ndihmon PD-n do Shqipëria madhështore, Malakamu. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.